një lloj vendimmarrje në jetën e saj që ato me zgjedh kur është koha dur më martu për to, ose a më martu ose jo, se nuk është se diçka që duhet gjithçysh moralizu si lloj procesi. Edhe gratë edhe burrat munden me dalë pa martesë, edhe gratë edhe burrat munden me dalë pa njëri tjetrin në atë aspektin e kujdesit për njëri tjetrin, po si komunitet nuk mundemi pa njëri tjetrin në përgjithësi. Ka nuk kupton me pas të drejtat e barabarta. Edhe me këta nuk kuptojnë as shtypjen e burrit, as shtypjen e gruas, po thjesht shtyrem ndoshoqëror. E ushtrisë, punoni? Për momentin punoj në Prishtinë, por jam vendase për shtresë. Perfekt, çfarë punoni, me çfarë merrni? Jam psikologe edukative dhe zhvilluese kurrikulave. Një profesion shumë i mirë, po që është në përgjithësi kohë gjatë mëdha. Faleminderit shumë. Sa po respektohet sot psikologjia në Kosovë? Psikologjia respektohet, po jo domosdoshmërisht kuptohet, që automatikisht na bën me kuptuar që ndoshta nuk e merr respektin e plotë që meriton si shkencë në të njëjtën kohë si profesion. Po gjithsesi është profesion i zhvilluar më sipër që edhe me vëdësimin e shtetërorëve po fillon me marr vëmendjen edhe rrjedhimisht respektin e duan shpresshmërisht. A është tabu hala me shku te një psikolog sot? Është, faktikisht është një prej tabuve që sado që po e shohim që po ngritet ndërgjegjësimin në raport me kërkimin e ndihmës kur kemi nevojë. Prap ka rezistencë në këtë aspekt, ka persona që edhe pse janë shumë të informuar, prap për shkak të faktit që mundën mu të paraqyku prej tjerëve është një lloj hezitimi me kërku ndihmë. Po edhe kjo është punë e procesit dhe në ata konkrete si shoqëri me punu bashkërisht për me ul si lloj. A ke nevojë ose cili thoj se me shku me vizitu psikologun? Nëse e qesim në termin ato që kemi nevojë se cili si individ, si shaj njerëzor me kuptu ma mirë veten edhe botën që na rrethon, atëherë kisha thonë po. Po në aspektin tjetër jo domosdoshmërisht është një lloj nevoje qendrore, esenciale me shku te psikologu. Po gjithsesi prap, kushdo që mundet, e gjen kohën edhe ndjen nevojën me diskutu me dikën përkatësisht me një profesionist për çështje që mund me qenë rëndësi për to, është më së në rregull me shku te psikologu. Se buzë zoti personi se ka pas nevojë me kërku ndihmën e psikologut, thonë ky nuk është mirë, e trajtojnë, e bullizojnë shumë. Kjo vjen për shkak prej shumë shkaktarëve dhe faktorëve, por nisa mas pari prej faktit që jam në vështrim për momentin edhe më me krahasu ka shumë me kontekstin e Prishtinë. Kështu që automatikisht lidhet me idenë e ekspozimit, në ato sa shumë ekspozojmë informatave të caktuara sepse kemi nevojë për me kërku ndihmë, çka është në shërbimin e shëndetit mendor, çka janë sfidat e shëndetit mendor edhe kur duhem me kërku ndihmë. Po kjo është edhe historikisht si temë që ka kontribu prap çdo herë në secilin faktor që shtjelloj lidhet me mungesë të informatave adekuate në raport me shëndetin mendor, që në fund të ditës vjen me idenë që duhem me qenë të informuar, edhe rrjedhimisht me pas burime të mjaftueshme financiare, që me mri me kërku ndihmë të atij. Sa mirë, kam haruar kur kam vizituar me psikologe kaq mirë kështu, nuk e dita që në fillim pyeta ashtu. Pas do një rast veçantë që ka pas sukses që ndërtuaj, në një rast që ja vlen, që i keni tash është i suksesshëm, fal ndihmës tuaj që keni sjellur? Çka më me theksu është që aktualisht jemi në përfundim të studimeve master, që nuk është që punoj me raste individuale në aspektin klinik, po jam psikologe edukative, në kontekstin që jam e fokusuar në avancim të mësimdhënies edhe metodologjive praktikuese të mentorimit në institucione jo formale të edukimit. Sigurisht e femër, nuk e grua, e matuar? Jo, po gjithsesi terminologjia femër dhe grua nuk është automatikisht e implikuar në statusin martesor të një persone, po prap e kuptojnë prej kupëve ne. A pse paraqykohet një femër nëse është martu hala, për shembull, ka disa vite në Kosovë. Pse është ky? Personalisht nuk është që kisha fol në grupe në terme gjenerale, besoj që është mirë me marrë dhe opinionet prej të tjerëve sa jeni këtej, për shkak se në vështërë ekziston si paraqykim kaq i madh. Po në aspektin e paraqykimeve prap mendoj gjithçka lidhet në mungesë të informatave adekuate. Nuk është që pritet që prej një vajze, një grua të caktuar me pas një lloj vendimmarrje në jetën e saj që ato me zgjedh kur është koha dur më martu për to, ose a më martu ose jo, se nuk është se diçka që duhet gjithçysh moralizu si lloj procese, është komplet diçka vullnetare dhe që duhet me ndodhë vetëm në baza vullnetare. Martesa obligim? Jo, komplet zgjedhje. Zgjedhje. Okej. Pëlqen. Se këtu jo do të rimi disa, apo ato është disa në Kosovë, disa vende, do thënë martesën e kanë patjetër do të martu një vajzë ose një burr se nuk bën.
e kanë edhe prap për përsëriti veten që mundet me t'inglu e bezdeshme, po është mungesa e informatave, po edhe në njëjtën kohë është çaj ideja që është nxit një lloj mendësie që nëse nuk ndahen detyrat me dikë tjetër mundemi me dështu vetë, edhe kjo vjen për shkak të dëshmive historike, në ato që njerëzit kanë pas mungesë të burimeve, gratë kanë pas mungesë të drejtave dhe automatikisht nuk kanë pas mundësi me u zhvillu në pavarësu, që ka kriju besime të rrajshme që gratë nuk mundën m'ia dalë vetë, edhe vajzat mundën m'ia dalë vetë pa një partner tjetër, edhe në anën tjetër që burrat mundën m'ia dalë vetë pa një partner në ato që ata duhet me qenë të punu dhe dikur duhet me qenë të kujdes për ta, që në esencë është kogja laike si bindje, edhe rrëdhimisht për ata po e them që është e domosdoshme fuqizimi i vajzës edhe gruas në shoqëri dhe rrëdhimisht destigmatizimi i këtyre çështjeve që me ardhë në kuptimsi të plotë që edhe gratë edhe burrat munden me dalë pa martesë, edhe gratë edhe burrat munden me dalë pa njëri tjetrin në atë aspektin e kujdesit për njëri tjetrin, po si komunitet nuk mundemi pa njëri tjetrin në përgjithësi. Këtu vjen ideja që duhet me ndihmu njëri tjetrin në përgjithësi, pa ndonjë lloj epiteti martesor ose statusi tjetër ngjashëm. E feministe që a mbështet një femër? Plotësisht. Edhe kur nuk kuptona me feminizëm, edhe prapë s'po du më një terminologji ose në detajime, edhe për shkak të kohës që jam ka gjangësht. Feministët nuk i përkrajnë vetëm gratë, feministët edhe feministët në përgjithësi e përkrajnë drejtsinë edhe barazinë, në ato që meritojmë të drejta të barabarta, e di që të ngllëm prap klishej, po ju rekomandoj prap me bu hulumtime të tilla në ato çka nuk kuptojnë me pas të drejta të barabarta. Edhe me këto nuk kuptojnë as shtypjen e burrit, as shtypjen e gruas, po thjesht shtyrem ndoshoqëror, gratë dhe burrat me qenë të lirë. Edhe kjo liri nuk kupton shumë sende në kontekste të ndryshme. Parë bisedë e këndshme, unë thash kënaqësi e madhe ishte, po të në fundit përmbyll bisedën me një mesazh që ndoshta do të shërbej për jetë vajzat, gratë, që ishin psikologe, që ndoshta për jetë do të shërbej shumë. Unë për lidhje automatikisht me psikologji, në ato që unë besoj që njohja vetës ofron çlirim për veten edhe për tjerët, kështu që ndjehu në të lirë me eksploru veten, me njoh veten edhe kjo kish me qenë mesazhi kryesor. Doroj më të mirat në jetë, gjithë ato që ke filluar, shpresoj që do t'ja dalësh, je fort dukesh. Doroj më të mirat në jetë. Faleminderit shumë, kënaqësi, ditë e mirë. Faleminderit shumë.